Personat që hanë hurma, kaki, duhet të urgjent ta dëgjojnë këtë. Do ngeleni pa fjalë. Shpeshherë, pema e hurmës është quajtur si pema e paqes, kjo për shkak të mbijetesës së saj edhe në kushte të vështira. Pema e 7 virtyteve ose ushqimi perëndive e të tjera, me pak fjalë. Hurma, ose e njohur në disa vende të ndryshme si kaki, mbart vlerat e larta ushqyese për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të tyre. Prandaj ekspertët sugjerojnë konsumin e tyre në mënyrë të rregullt. Sipas Healthy Site, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i hurmave ose të njohura ndryshe si kaki në mënyrë të rregullt për dietën tuaj të përgjithshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hurmat janë një produkt fantastik për mbrojtjen e organizmit, sidomos për problemet të cilat lidhen me sistemin tuaj tretës. Hurmat kanë aftësi shumë të mira laksative që ndihmojnë me tretjen për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave. Por nëse konsumoni të papjekura mirë, por të pasura me tanine, ato mund të jenë të dëmshme për këtë proces. Prandaj ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e hurmave të pjekura në mënyrë natyrale për të marrë përfitimet e tyre dhe për të evituar kështu ndikimet në organizëm. Hurmat janë efektive në lehtësimin e konstipacionit kur ato janë të pjekura plotësisht. Ato forcojnë sistemin imunitar dhe mbrojnë organizmin nga një sër komplikacionesh. Hurmat janë të pasura me vitaminën C, e cila njihet për vetitë e saj mbrojtëse edhe për imunitetin. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasi të larta të ujit, të sheqerit, të vitaminave dhe mineraleve. Sasia e lartë e karbohidrateve të hurmat i bën ato të dobishme edhe për përfitimet e mira të energjisë, të cilat i nevojiten me do e mos organizmit tuaj. Konsumi i hurmave në dietën tuaj gjithmonë brenda normës së lejuar do t'japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Konsumi të paktën 2 deri në 3 hurma çdo ditë do t'japë trupit tuaj shumë elemente lartë ushqyes. Hurmat janë një frut fantastik edhe për personat të cilët kanë probleme me mungesën e hekurit në trup. Në fakt, efektet e tyre janë vërtet të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe si të tilla duhet të jenë pjesë e pandar e dietave tuaja të rregullta. Ato janë të mira në luftën kundër problemeve të lodhjes, stresit dhe gjithashtu edhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Është parë se hurmat kanë efekte pozitive në përmirësimin e lodhjes, stresit dhe problemeve të ndryshme psikologjike. Rrjedhimisht, si pasojë e efekteve të tilla pozitive, mendohet se ato ndihmojnë edhe në përmirësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, në të cilat njihen edhe një nga faktorët që shkaktojnë edhe problemin e stresit. Reduktimi i stresit ka çuar gjithashtu edhe në reduktimin e ndikimeve negative për shëndetin tuaj kardiovaskular. Përfshirja e hurmave në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht do t'japë rezultate mjaft të mira, pasi është një frut shumë i pasur me vitamina dhe minerale të rëndësishme. Që hurmat t'i konsumoni në mënyrë të rregullt, duhet t'i konsumoni ato mbas vakteve dhe asnjëherë në sasi të tepërta, por duke konsumuar 1 deri në 3 kokra çdo ditë janë më së të mjaftueshme për të marrë përfitimet e tyre dhe për të ofruar vlerat në shëndet. Të mirat terapeutike dhe benefitet e hurmave janë të shumta, sidomos për mbrojtjen e organizmit. Këto fruta janë të ëmbla dhe prodhohen nga pema e kakis, emri shkencor i të cilës është Diosporis kaki, ndërsa ato të cilat i ofrojnë shëndetit shumë vlera janë gjithashtu edhe një nga produktet më të mira shëndetësore për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Hurmat kanë fuqi të larta energjike. Hurma ndër të tjera përmbajnë më shumë se rreth 80% ujë dhe gjithashtu ato përmbajnë vitaminën C, vitaminën A, fibra dhe kripra minerale të tilla si potasiumi, kalciumi, kaliumi, magnezi, gjithashtu edhe fosfori, seleni dhe sodiumi. Falë përmbajtjes së tyre të substancave, hurmat do t'japin organizmit tuaj më shumë energji, do ta mbrojnë atë kundër komplikacioneve dhe gjithashtu do të forcojnë më shumë sistemin tuaj imunitar.
Falë përmbajtjes së vitaminës C, hurmat ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit, gjithashtu edhe të sistemit imunitar. Trupi do të gjendet në mbrojtjen e kolinës edhe shumë elementëve të tjerë ushqyes, duke ndikuar pozitivisht në vlerat e shëndetit tuaj. Do të përmirësoni tretjen dhe do të mbani larg gjithashtu edhe problemet e lodhjes. Përfshirja e hurmave në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për ata persona të cilët kanë vazhdimisht me traktin tretës. Hurmat ndihmojnë me tretjen dhe ndihmojnë gjithashtu në luftën kundër lodhjes. Janë një zgjidhje shumë e mirë dhe e përballueshme edhe për shqetësimet që lidhen me aparatin tretës, gjithashtu edhe me atë të zorrëve. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të kthehet në një aleat të çmuar për mbrojtjen e organizmit. Nëse konsumohen të pjekura mirë dhe brenda sezonit, atëherë përfitimet kryesore të tyre do të jenë më të mira për shëndetin. Ato kanë efekte pastruese dhe diuretike, që do të ndikojnë pozitivisht edhe në këtë aspekt të shëndetit. Ndër të tjera, hurmat kanë efekte pastruese, diuretike dhe kjo për shkak të niveleve të larta të kaliumit që ato përmbajnë. Ato largojnë lodhjen, stresin dhe gjithashtu oreksin e pakët. Këto fruta luftojnë stresin psikofizik, lodhjen kronike dhe gjithashtu humbjen e oreksit. Konsumi i hurmave në shëndetin tuaj të përgjithshëm do të japë efekte të mira në shëndetin kardiovaskular dhe në mbrojtjen e organizmit në absorbimin e hekurit. Hurmat ndihmojnë në parandalimin e problemeve që lidhen me shëndetin e zemrës. Këto fruta madje mund të përmirësojnë absorbimin e hekurit në organizëm, citon eksperti. Ato mbrojnë organe të ndryshme të shëndetit. Mbrojnë organet të cilat janë jetike për shëndetin si shpretka, pankreasi, stomaku, zorra dhe përveç rregullimeve të mëlçisë. Hurmat farëzez kanë gjetur përdorime të mira edhe për problemet e forta të barkut. Për këtë këshillohet përdorimi i tyre në forma të ndryshme, por brenda mundësive pa i tepruar brenda dietës suaj. Sipas Healthyside, hurmat janë një frut shumë i mirë edhe për personat të cilët kanë probleme me tretjen dhe jashtëqitjen e çrregullt. Në fakt, hurmat kanë aftësi shumë të mira laksative dhe ndihmojnë në jashtëqitje për shkak të përmbajtjes së lartë të tyre të fibrave, por nëse konsumohen të papjekura, pra të pasura me tanine, ato janë të dëmshme dhe dëmtojnë këtë proces. Ndaj, para se t'i konsumoni hurmat, sigurohuni që t'jenë të pjekura plotësisht për të marrë efektet e tyre në mbrojtjen e organizmit. Ato do të forcojnë sistemin tuaj imunitar dhe do të sigurojnë gjithashtu më shumë energji për trupin tuaj. Dhe konsumi i tyre në këtë aspekt sigurisht që do të jetë një aleat i çmuar në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu, hurmat janë të mira për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Konsumi 1 deri në 3 hurma çdo ditë do të japë efekte laksative të mira për shëndetin tuaj. Ato do të ndikojnë pozitivisht falë vlerave ushqyese që kanë. Në të gjithë Azinë, veti të ndryshme shëruese i atribuohen hurmës, ose njohur ndryshe kaki. Ajo thuhet jetë e dobishme kundër problemeve të stomakut dhe të diarres. Frutat e papjekura janë një trajtim edhe për ethet. Pas të vjellave mund të konsumohen ato në forma të ndryshme. Një përdorim të madh ka fruti i hurmës kaki në mjekësinë popullore, ku përdoret pothuajse në të gjitha pjesët e bimës, si fruti, gjethet, degët dhe të tjera. Ajo përdoret e freskët, e thatë, përgatitet reçel, marmalat, gjithashtu edhe ëmbëlsira të ndryshme. Frutat përmbajnë rreth 17% sheqer kur është e freskët dhe 62% kur thahet. Përmban vitaminën A, vitaminën C, B1, B2, B3, proteina, karbohidrate, yndyrra, celulozë, kripra minerale, sasi të konsiderueshme të taninës e të tjera. Ekspertët këshillojnë konsumin e hurmave të pjekura, sidomos gjatë sezonit të dimrit, për të marrë efektet e tyre laksative në mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Nëse vuani nga komplikacione të ndryshme dhe merrni medikamente, si gjithmonë përpara se t'i konsumoni ato në masë të madhe, konsultohuni me mjekun për të evituar kështu çdo gabim të mundshëm me përdorimin e tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative
për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.